Në gjithë këtë ndërmarrje të shtrenjtë të Sali Berishës për të bërë një operacion plastik politik që të duket si pro-amerikan, e vetmja gjë që i çon lekë dëm është vetë qenurit qesharak. Një episod që nxori në pak të gjendje qesharake është përgënjeshtrimi publik që emisarët e Trumpit i bën shpifjeve të PD-s. Richard Grenell, përfaqësuesi special i presidentit Trump, përgënjeshtroi pretendimet se Edi Ramos i ishte anuluar një takim me Donald Trump Jr. Dhe këtë përgënjeshtrim e konfirmoi vetë Donald Trump Jr. duke ripostuar mesazhin e Grenell. Kjo është një nga ato situata ku një parti që pretendon lidhje të forta me administratën Trump ekspozohet publikisht si mashtruese, madje nga vetë djali i presidentit amerikan, për shkak të tentativave të saj për të përdorur lidhjet personale dhe financiare të shkëlqen Berishës. Në përfiturimin primitiv të njerëzve që rrethojnë Berishën, shtëpia e bardhë shihet si një dhomë ku ndahen muhabetet, si në obor të shtëpisë. Djali, vajza, baxhanaku, mbesa e kushëriri. Mjafton të shohësh si në PD konsiderohet ngjarje, fakti që Ella Civita ka qenë pranë babait të Melanis në një festë ditëlindje në shtëpinë e bardhë për të kuptuar nivelin e qesharakërisë madhështore që ka kultivuar. Kjo është arsyeja pse guxojnë që fantazitë e tyre për lidhjet me SBA-n t'i kthejnë në fakte, të cilat më pas botohen dhe përgënjeshtrohen në mënyrë poshtërruese, duke çuar dëm $6 milion me cilët pretendojnë të mashtrojnë 6 milion shqiptar. Nga ana tjetër, paniku me cilin po administrohet debati mbi kontratën 6 milionëshe, në shkelje flagrante të ligjeve të shtetit shqiptar, tregon se Berisha nuk ka asnjë siguri juridike për atë që ka bërë. E vetmja vlerë e këtij operacioni është se nëse përfundon ndonjë në burg, ai do të jetë flamur noka dhe Partia Demokratike do të ketë një budalla më pak në korridore. Por Berisha ndihet më keq kur humbet ndonjë budalla sesa kur humbet $6 milion kot. Dhe gjithë ata që përpiqen të justifikojnë kontratën 6 milionëshe, thonë se nëse ajo bind Washingtonin të heqë non gratën e Berishës, atëherë ja vlen, edhe nëse përfundon dikush në burg. Në këtë logjik, duket sikur ata e shohin këtë si një akt sakrifice ekstreme, një xhihad për Berishën, më mirë të burgosesh sesa të mos pastrosh udhëheqësin. Në këtë aspekt PD nuk humbet shumë, përkundrazi, pastrohet nga disa budallënj të padobishëm, por problemi është se në fund do të kenë fituar statusin e heronjve qesharakët madhështor. Nuk është mëkat të angazhosh lobist, madje edhe të shtrenjtë, për një hall tëndin. Problemi fillon kur përpiqesh t'u ashesësh njerëzve hallin tënd si e përsi. Halli i vërtet i Sali Berishës nuk është thjesht fakti që është non grata, është fakti që ai nuk është më një politikan fitues në Shqipëri. Përpjekja e tij për ta justifikuar veten si humbës, duke lidhur këtë me sanksionet amerikane, është një gënjeshtër që synon të sigurojë vetes një alibi për humbjen e pritshme më 11 maj. Nuk është qesharake që paguan $6 milion për lobim. Kjo është një dramë vete. Qesharake është bindja që ai ua ka mbushur mendjen të vetëve, se me $6 milion në SBA mund të fitosh zgjedhje në Shqipëri. Vetë fakti që Berisha mburret se ka marrë avokatin më të mirë të Trumpit tregon madhësinë e hallit të tij, jo forcën. Të gjithë e dim që ka miliona euro të padeklaruara, kështu siç dim se edhe kriminalët më të rrezikshëm kanë nevojë për avokat të shtrenjtë. Është krejt normale të marrësh avokat të fuqishëm për çështjet që ka me SBA-n, por asnjë avokat nuk mund ta ndihmojë në hallet që ka me shqiptarët dhe me shoqërinë tonë. Të marrësh avokat të shtrenjtë do të thotë që ke një hall të madh, por jo që ke epërsi politike. Epërsia nis atëherë kur nuk ke nevojë për avokat. Kur ta kuptoj se pas 11 majit situata e tij do të jetë edhe më e keqe se sikur të mos kishte shpenzuar $6 milion, atëherë do të shfaqet jo si një fitues madhështor, por si një qesharak madhështor.